Gjesti i bën kërkesën e papritur Eglit. Rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brother VIP-it trazoi jo pak ujërat në shtëpi, teksa më indikuari ishte Gjesti. Banorja zgjodhi të mbante një qendrim të ftohtë ndaj tij dhe kjo shkaktoi debate mes tyre, por teksa ditët kanë kaluar, dyshja duket se kanë nisur të afrohen sërish. Ata kanë zhvilluar një bisedë së bashku ku Gjesti i ka kërkuar banores që të kenë sërish të njëjtin raport të afërt. Egli nga ana e saj i ka thënë që këtë dëshirë ta mbaj për vete dhe të mos e shpreh. Egli, unë e kam mbyllur me ty. Gjesti, edhe unë të kam thënë, e kam mbyllur. Egli, po je prap ti që bën be perëndin dhe je gati për t'u kthyer. Gjesti, po e kam mbyllur moj. Egli, jo se më dhe shenja, por këto janë fjalët e tua, i ke thënë ti. Gjesti, unë e kam mbyllur me ty. Egli, shqyr. Gjesti, por dua të kthehem, e kam mbyllur, por dua të kthehem. Nuk ka gjasme? Egli, po hap një polemik të re. Gjesti, të betohem që e kam mbyllur, por për shkak se nuk dua që të kthehemi siç ishim më parë, dua. Egli, a ka mundësi që këtë dëshirën tënde ta mbash për vete dhe të mos ta shprehësh? Gjesti, po në rregull. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.